ketë një vlerësim mjedisor të kësaj ideje të sjell në letër e që do të quhet projekt. Dëgjoni. Nuk e kuptoj, ndoshta ka diçka që nuk shkon me mua, por nuk e kuptoj se për çfarë bëhet ky diskutim. Dëgjoni. Kjo nuk është Republik Bananash, është një vend ku institucionet dhe ligjet funksionojnë. Nuk na duhet të shpikim asgjë, le të mos vazhdojmë me këtë marrëdhënie, sepse ndoshta ju jeni mjaft të lodhur me gjithë gjërat që keni për të përballuar dhe unë jam shumë i lodhur me gjithë këto gjepura me të cilat përballem që më thon po ndodh kjo e po ndodh ajo. Por më duhet ju them, dëgjoni, për të marrë një leje në këtë vend duhet të kalosh nëpër një proces. Në qoftë se ka një projekt. Për mua projekt nuk do të thotë apo nuk nënkupton kam një ëndër, sepse Walt Disney dikur thoshte që ta dëgjoni prej meje, ndryshimi midis një ëndre dhe një projekti është afati i fundit. Pra afati përfundimtar. Në qoftë se flasim për një projekt thjesht sepse e kemi në mendje, nuk është projekt, është ëndër. Ma ka mësuar Walt Disney. Projekti është diçka që lidhet me afate, është diçka e prekshme. Pra, ju duhet të paraqesni një projekt. Së pari, kjo është një tokë private. Ata kanë lidhur marrëveshje me pronarët e tokave për ta blerë tokën dhe e kanë blerë. E pati dhe një gënjeshtër tjetër që mori dhënë, që Jared Kushneri u vunën hetim apo projekti u vunën hetim, kjo është një gënjeshtër, nuk ka asgjë të vërtetë aty. Fakti i thjesht është që një prej pronarëve të njërës toke me titull pronësie që ka shitur pjesën e tij ishte nën hetim për të tjera arsye. Dhe transaksioni është hedhur në një llogari escrow, që do të thotë investuesi e ka bler tokën, është pronar sot, ndërkohë që parat do të mbeten në këtë llogari derisa situata të sqarohet, dhe në qoftë se pronari është i lishëm do t'i marrë parat. Nëse nuk është i lishëm, atëherë qeveria e Shqipërisë i merr parat. Sa për të qenë të qartë për këtë. Pra, duke qenë se tashmë kanë tokën, kanë shprehur interesin, ju duhet të vinë dhe të kërkojnë lejen për të ndërtuar. Pra ju duhet të përmbushin të gjitha kriteret. Nuk ka një leje për të ndërtuar, për ndërtim në qoftë se nuk ka një vlerësim të ndikimit në mjedis kur ndërtimi ndodh në një zonë natyrore, në një zonë që ka kafsh tegër apo jetegër e kështu me radhë. Kjo është një gjë që ndodh në të gjitha vendet, kemi të njëjtin model si në vendet e tjera europiane. Pra nuk e kuptoj të gjithë këtë. Kur vjen fjala për ligjshmërinë, sigurisht. Kur projekti të vi, do ta bëjmë publik. Sigurisht që do ta bëjmë publik. Do ta bëjmë publik me krenari. Unë e di ç'po vjen, sepse unë e di se kush po punon për këtë. Njerëz si Kengo Kuma apo Jean Nouvel nuk janë njerëz që kanë bilanc shkatrimit natyrës. Njerëz si Dong Yugan janë njerëz që kanë rishpikur arkitekturën e peizazhit. Dhe ka edhe diçka tjetër. Që shkur keni parë apo kemi parë në Europë projekte që vinë si grusht kundër natyrës. Nuk ndodh më. Qysh kurse qysh kur nënkupton që kapitalet e mëdha që shkojnë për turizëm janë spekulim. Që kur ndodh kjo gjë?